Ashtu si që cekat, Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, me datë 14 maj 2024, për anësaj gjykate, ka paraqitur akt akuz me propozim për gjykimin e mungesë kundër 3 të pandevorve, pasi që për njërin të katërtin ka qenë arrestuar dhe është zhvilluar veç pas në procedurë penale, e cila se ka përfunduar në shkallë të parë. Megjithatë, në aspekte procedurale, dëshiroj t'ju njoftoj se kushtet formale janë plotësuar në tërësi për të vazhduar me gjykimin mungesë. Pra, në qoftë bëjmë një rikapitulim të asaj apo veprimeve që janë ndërmarrë, të gjitha veprimeve që janë ndërmarrë, atëherë shkojmë me datë 21/06/2023. Është gjera vendim për fillim të timit në të pandevorve za istragu, za počinje istrage protiv okrivljenih. Me listin e 06/2023, Prokuria ka lëshuar vendim Tužilaštvo je donelo rešenje jo akt vendim, për vjen faqe. Ka lëshuar kërkesë për ndalimin e personit të arrestuar kundër të pandevorit Dragiša Milenković, pasi që i njëjti është gjetur në territorin e Republikës Kosovës, kurse 3 të pandevorit të cilët sot flitet, edhe fillon kjo procedurë, pasi që të njëjtit nuk janë gjetur në territorin e Republikës, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sigurimin e prezencës së këtyre të pandevorëve në procedurë. Gjatë fazës së hetimit, Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, me qëllim të zhvillimit të procedurës hetimore në mënyrë të rregullt dhe të mbarë, të 3 të pandevorëve ju ka dërguar ftesa që t'i përgjigjen thirrjes së prokurisë për marrjen e deklaratave të tyre në cilësi të pandevorëve. Gjithmonë sipas vendbanimeve të cilat i kemi poseduar në atë moment lidhur me të pandevorit. Ashtu. Edhe kemi pas për Ljubomir Čimburovićin në Serbi. Tash do ta arsyetojmë. Ljubomir Čimburovićin kemi pas edhe adresën në Serbi. Po, aktuale. Vendbanimi në Serbi. Për pandevorin Ljubomir Čimburović, me datë 10 tetor 2023, kjo prokurori, pra speciale, ka ftuar në cilësi të pandevorit që me datë 30 tetor 2023, në ora 10, të paraqitet në Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, me qëllim të intervistimit në cilësi të pandevorit. Për pandevorin Predrag Bratić, me datë 10 tetor 2023, 10 tetor 2023, kemi ftuar në cilësi të pandevorit që me datë 25/10/2023, paraqitet në ora 10, 25/10/2023 në ora 10, të paraqitet në zyrat tona me qëllim të intervistimit, siç thash në cilësi të
интервюираше у свойство оkrivljeno Si dhe për kao i necesitet pandemit. Si dhe Milivoje Ilić, kao i za Milivoja Ilića. të cilit pashtu me datë 10 tetor 2023, Također smo poslali 29.10.2023. i dërgohet ftesë Poslali smo poziv që me datë 27.10.2023 në ora 10 10.2023 u 10 časova të paraqitet në se zyrat tona pojavi u našim kancelarijama me qëllim u svojstvu, u smislu të intervistimit dhe sesi pandemit. intervjua u svojstvu okrivljenog. Në të tre këto raste, I za ova tri slučaja të njëjtit nuk janë përgjigjur ftesave. isti se nisu odazvali ovim pozivima specijalnog tužilaštva. Fletkthesa është konstatuar Na doslovnici je se konstatovano i njëjti për të dytin Predrag Bradiqi za nuk banon në atë adresë, Bradić se ne nëse vendbanimi nuk i dihet, adresi i za nepoznata adresa. dhe i njëjti konstatim është bërë edhe për Milivoje Ilić të pandemën e tretë me radhë në Aktapus. I za